Banka Europiane e Investimeve ka trefishuar skemën për të ndihmuar në financimin e industrisë mbrojtëse të bllokut në 3 miliardë euro. Krahu u dhënë si Bashkimit Evropian ka nënshkruar një marrëveshje me Deutsche Bank të Gjermanisë për të filluar kanalizimin e parave drejt firmave ushtarake të bllokut. BEI njoftoi se do t'i ofrojë një kredi për 500 milionë euro huadhënësit gjerman që më pas do t'u jap përsëri parat firmave të vogla dhe të mesme në të gjithë zinxhirin e furnizimit të Bashkimit Evropian. Është hera e parë që Banka Europiane e Investimeve ka ofruar të ashtu quajturin financim të ndërmjetësuar për sektorin e mbrojtjes dhe pritet të njoftojë marrëveshje të ngjashme me bankat në Francë dhe pjesë të tjera të bllokut në javët në vijim. Institucionet i ndalohet të investojë drejt për drejt në armë, por ai ka filluar të investojë më gjerësisht në sektorin e mbrojtjes gjatë vitit të kaluar si pjesë e përpjekjeve të Europës për të ndërtuar aftësitë e sigurisë. Presidentja e bankës Nadia Calvino e njoftoi planin e një samit në Bruksel, duke thënë se forcimi i sigurisë dhe mbrojtjes së Europës ishte tani qendror për misionin e institucionit dhe do të ndihmonte në adresimin e nevojës urgjente për investime në këtë sektor. Rritja trefishe u dhënës që u miratua fillimisht në dhjetor pasqyroi interesin jashtëzakonisht të fortë të bankave tregtare në të gjithë Europën për të përfshirë në forcimin e mbrojtjes. Kjo vjen në një kohë kur vendet europiane janë në presion të madh nga presidenti amerikan Donald Trump për të rritur shpenzimet e tyre të mbrojtjes. Gjermania paraqiti planin e saj për 500 miliardë euro për shpenzimet e mbrojtjes dhe infrastrukturës më herët gjatë vitit dhe shumë vende të tjera po sinjalizojnë plane të ngjashme. Çmimet e aksioneve të firmave të mëdha europiane të armëve janë rritur, por shumë firma më të vogla mbeten të kufizuara nga mungesa e financimit. Drejtori ekzekutiv i Deutsche Bank tha se kjo po ndikon qindra firma më të vogla që furnizojnë pjesë thelbësore. Banka ka formuar një grup të brendshëm që përfshin një gamë departamentesh për të punuar me financimin e mbrojtjes.